Ishim me intervistën me Maja Aliçkaj, me cilën ashtu si që edhe po shpresojmë që në intervistën e radhës ta kem edhe këtu në studio, jo vetëm ato për të gjithë artistët të gjitha trevave shqiptare, do doja shumë që ti mbledhe, sidomos në këto programet e fundvitit që Radio Televizionin se një gjithmonë i organizon. Shpresojmë ti kemi, pse jo. Do të vazhdojmë me një artiste tjetër, shumë e dashur, shumë punëtore, por edhe shumë e ëmbël, Rovena Ibrahimi. Shikues të 21 gradë, jemi në Vlorën e bukur dhe po takojmë miqtë tanë, artistë të cilët janë vlonjat, kështu të burro po themi, dhe që kanë aktivitete ndryshme. Do të na zbulojnë shumë çka për vetën e tyre, por në të njëjtën kohë nuk mund të mos flasim pak për Vlorën, këtë qytet që mjaft bukur që e kemi shumë qejf ne kosovarët dhe vizitojmë shumë shpesh. Do t'i them faleminderit që pranove për këtë intervistë, Rovena Ibrahimi, dashur, faleminderit. Faleminderit juve, është një kënaqësi shumë e madhe. T'ju presim dhe t'ju kemi këtu. Mirë se ju gjetëm, po themi. Mirë se na erdhët. E thash edhe për shikuesit, me qenë se edhe gjithë në fakt ne e dim, sepse kosovarët e kanë kështu të Vlorën edhe në përgjithësi të Shqipërinë si një prej vendeve kryesore për turizmin, por ju keni sigurisht një lidhje më të veçantë me Vlorën, na shpjego. Kam një lidhje shumë të madhe, unë nuk jetoj dot pa Vlorën. Kjo është arsyeja që unë nuk ikej që këtu, as mendoj që nuk kam përtikur ndonjëherë nga Vlora. Kemi një vibrat detare të mrekullueshme. Ofertë Hollywoodi. Nuk e di kur, mos thuaj kur, po unë asnjëherë se kam çuar në përmend që tiki nga Vlora përfundimisht. Çka është ajo që të kujton më shumë ti Vlorën, në kuptimin nga fëmijëria, nga cila pjesë e vendit ke më shumë nostalgji, kujtime më të bukura? Shiko, unë jam rritur në Shkodër, ta themi sekret të vogël. Megjithatë janë të dy prindrit e mi janë nga Vlora, kështu që vinim shpesh herë dhe kam kujtime të mrekullueshme. Që prej vitit 99 ne jetojmë në Vlorë, edhe është një qytet që nuk mund të ndash kollaj, na falni për këtë mungesë në modestisë, po e kemi ne vlonjatët. Studimet, shkollën, gjitha? Atëherë unë kam bërë shkollën artistike për kanto, pastaj kam bërë edhe universitetin po prapë në Vlorë. Prej rreth 12 vitesh punoj në teatrin Petro Marko si këngëtare profesioniste, kështu që jam e lidhur ngushësisht me qytetin e Vlorës. Jeton me familjen, na trego pak për këtë pjesën tjetër, përpos muzikës, se do të kemi kohë të flasim edhe për atë pjesë. Jeton me familjen? Unë jetoj me bashkëshortin tim, kemi prej një viti që jemi të martuar, edhe prej një viti jetojmë bashkë. Familjen e kam lënë. Sa ndroj të të mendjen me ikë prej Vlorës? Jo, da ikë nga Vlora, shu që ndihemi mirë këtu. Jo. Shumë. Fëmi, ende jo? Jo, ende jo. Në planet afërta? Mendojmë që është shpejt. Në rregull. Më trego pak, flasim për pjesën e muzikës, aktiviteteve të Rovenës, janë ato më të shpeshta në sezonën verore, po ma merr mendja, por edhe besoj keni këto të përditshmet që punojnë. Atëherë përveç aktivitetit teatrit Petro Marko që themi është gjatë gjithë vitit, një penjim gjatë gjithë vitit, pjesa ndahet po themi pastaj në dy. Është pjesa e dimrit që janë aktivitetet jashtë Shqipërisë, pjesa më e madhe sepse shqiptarët emigrojnë, koncertet janë në Itali, në Greqi të shumta, deri në Amerikë, në Australi. Pastaj verës, si këngëtare muzikës popullore, edhe besoj edhe kolegët e mi, jemi të vendosur në Shqipëri. Është sezoni i dasmave, është sezoni i gëzimeve familjare. Gjithashtu është dhe maratona e këngës që merr një pjesë të rëndësishme. Na trego pak për këngën tënde të parë të punuar në mënyrë profesionale, të incizuar në një studio profesionale, për atë ndjenjen. Ishte gjithçka si e mendonte Rovena në fillim kur mendoi të futej në këtë punë?
unë e mendoj me shumë nostalgji, po njëkohësisht mbaj mend edhe pak frikë, kështu në momentin që frikë për një botë që nuk e dija se si do të shkonte më tutje, pavarësisht se unë kisha filluar që fëmijë me festivalet e fëmijëve dhe pastaj kam kryer edhe shkollën për kanto, po lançimi në tregun muzikor është një tjetër gjë, është një përgjegjësi. Është kënga kushdo që të marrë grua, ka shumë vite përpara, gati 10 vite, edhe nuk e mendoja që do t'ishte kështu, me kaq impenjim, me kaq seriozitet pastaj puna në vazhdim. Ndjej një ngarkesë shumë të madhe nga kënga në këngë, ndjej një përgjegjësi që nuk e di, po them që kemi arritur që të bëjmë punë të mira shkallë mbas shkalle, jo kështu menjëherë. Pas vendit bukur, duhet ta themi që vlonjatët janë edhe artistë të talentuar, për që nëse Vlora ka shumë emra të suksesshëm në tregun muzikor. Ke pasur ndonjë inspirim kur ke qenë më e vogël? Shiko, inspirim të paktën për pjesën e muzikës të zhanrit që unë lëvroj, që është muzika popullore, është një ikonë e muzikës qytetare vlonjate që është Meliha Doda, që me të vërtet nuk ka fjalë për përshkuar këtë figurë që ajo ka krijuar. Ja munduar që të eci në drejtimet edhe në gjurmët që ajo ka lënë, dhe me thënë përqendruar shumë strikt e muzikës qytetare vlonjate, përpos pastaj edhe pjesës tjetër të përpunimeve që ne të gjithë si këngëtar të muzikës popullore i kemi lëvruar. Keni pasur bashkëpunime me artistë të tjerë, kolegë tuaj për gjatë këtyre viteve. Këtë cilëson si më të më të suksesshme ndoshta, po me atë që ke punu me më shef kështu dhe ke pas ndoshta në mendje tash e sa kohë. Shiko, neve duhet ta ndajnë dy pjesë, domethënë pjesën e këngëtarëve, po pjesën e kompozitorëve edhe të prodhuesve të videoklipit. Sa i përket kompozitorit, unë kam rreth 10 vite që punoj vetëm me Adrian Hildon, edhe jam shumë mirënjohëse për këtë pjesë. Për sa i përket videoklipeve, deri tani kam punuar çdo videoklip me Max Production, prapë edhe me ato jam shumë mirënjohës. Ndërsa sa i përket bashkëpunimeve si këngëtar, kemi nisur dikur një mini bashkëpunim me Majën, jemi shumë mikesha dhe dua fort. Pastaj me grupin Ali Pasha, që themi që ka qenë një pikë shumë e bukur e të gjithë karrierës time. Më vonë kemi vitin që shkoj me këngëtarin Bylbilin Petrit Lulo. Çdo bashkëpunim jep edhe merr, edhe ti tek ti mban shumë bresa pastaj. Domethënë çdo gjë që ti bën ka një emocion të veçantë, që nuk mund t'i peshoj. Për të ardhur në fund, të klipi del brenda besoj një jave me një Bylbil tjetër që është Bujar Qamili. E kam shumë për zemër edhe këtë këngë, shpresoj që të pëlqejë edhe të shkoj aty ku ne duam. Duajmë edhe në njëjtë. Po Rovena, gjithë këto vite në skenë edhe me këtë përvoje, bagazh të madh në muzikën, e po të shoh është shumë e qetë, nuk duket që të ka bu nervoz ose të ka stresu kjo ana muzikës, ose vitet si duket nuk kanë ecë atë shpejt. Jo, mendoj që, faleminderit, për pjesën e qetësisë pastaj mendoj që secili është ky që është përpos punës që bën, edhe unë kështu jam në jetën e përditshme, edhe mendoj që kështu do të jem gjithmonë. Domethënë nuk mund ta mendoj veten ndryshe në një situatë tjetër që nuk dua t'jap shumë përkufizime se si mund të jetë. Unë kjo jam edhe kjo do jem deri në fund, edhe në videoklip, edhe në këngët që unë bëj dua që t'jap pjesë nga vetja, edhe me make-up artist biles shpeshherë debatojmë në thojza, sepse tentojnë që të bëjnë diçka ndryshe dhe unë prap kthehem po prap te vetja. Nuk jam për ato ndryshimet ekstreme, domethënë. Po nga artistët prej Kosovës, ke mendu ndonjëherë, ke kontakte, besoj me disa prej tyre, ke mendu ndonjëherë të sjellësh një këngë bashkë, të kemi më pranë edhe në tregun në Kosovë, jo gjithmonë të vim në Vlorë për ta parë Rovenën. Shiko, unë kam një mbresë shkëlqyer në Kosovë me festivalin Zambaku i Prizrenit, ku kam marrë edhe çmimin e parë, kështu që ajo pritje që më është bërë në atë moment, unë e kam si gjën ndër gjët më të shenjta që mund të kem përjetuar gjatë gjithë jetës time. Sepse vjen në një vend që pak në për atë moment unë nuk njeh asnjëri, edhe të arrish të marrësh çmimin e parë, domethënë ishte një mrekulli e vërtet. Për atë faleminderit me miliona herë për atë mikpritje që kanë bërë. Sa i përket këngëtarëve kosovar, unë i adhuroj. Domethënë i adhuroj që nga këngëtarët ikon që po themi Shkurt e Fejza, Shyret e Belule, dhe deri tek këngëtarët e ri sot që janë në tregun muzikor që jo vetëm Kosovë, por edhe në Shqipëri ka një sukses pa diskutueshëm. Mendoj që duhet të jetë diçka në të ardhmen, po jo e përgatitur që tani.
Do mbetet pra me prit momentin se kur do t'jesh e gatshme, ose ndonjëherë ndodhet edhe diçka spontane, nuk Është është vërtet, që e mendon. edhe ndonjëherë dalin më të bukura gjërat spontane se ato që ti mendon e i mendon. Ndërsa po flisja për këtë pjesën e angazhimeve të dasmave, angjeve familjare që ta këto janë të shumta në këtë sezon verore ku do t'jetë Rovena, keni atë me qenë se dallon prej trevës në treve dhe kërkesa e dasmorëve për muzikën, po ma mërmendja që këtë këngën vlonjate e çon Rovena. Është e vërtet edhe unë gjindem më mirë me thënë drejtën në këngën qytetare vlonjate. Megjithatë, neve dasmat e jugut, po themi, pak a shumë janë në të njëjtat linja. Edhe punojmë që nga Tirana deri në Saran, po themi deri në Konispol, po prap janë brenda linjës së jugut. Do t'jesh angazhuar edhe gjatë kësaj vere. Bashortin e ke krah gjithmonë në këtë pjesën e muzikës, apo ndonjëherë thot, po Rovena shumë janë bu më këto, shumë angazhime, hajde po shkojmë po pushojmë diku, ose... Shiko, unë do të them edhe një sekret tjetër, ne kemi bashk prej 11 vitesh. Dhe mbas, po thua 11 vitesh, vendosëm që të kursojmë martesën. Kështu që themi që këtë pjesën ne kemi kaluar, do të jemi mësuar me njëri tjetrin. Më vjen keq ndonjëherë që ne artistët në momente që duhet jemi, nuk jemi, sepse janë momentet më të bukura të festave që secili do që t'jetë me familjen e vetë dhe me njerëzit e vetë dashur. Megjithatë, kjo është pjesë e punës, edhe mendoj që kështu do t'jetë gjatë gjithë kohës. Mendojmë që shpesh herë ne të dy e shfrytëzojmë pak këtë situatë dhe marrim 2-3 ditë më vonë që të rrim në shtetet ku unë mund të ndodhem, pak në gjatë ditës festave. Megjithatë, kjo është puna jonë dhe nuk mund të... E pas ka kuptuar tash, më është vonë për pendime. Këtë verë ku do t'jeni me pushime? Keni vendos, keni përzgjedh, apo do t'i qëndroni besnik Bregdetit shqiptar? Deri në fund të shtatorit nuk bëhet fjalë për pushime, sepse jemi shumë të angazhuar. Jo vetëm unë thash, por gjithë këngëtarët mendoj që janë në treg muzikës popullore. Më vonë bëhet fjalë që mund të bëjmë pushime, akoma se kemi vendosur. Do të gjithmonë fillimi tetorit, 2 javë e para. Po për Bregdet, mendoj që ndihemi mirë këtu. Ka diskutim, nuk e di pse pyeta. Dhe se e dashur, unë du të falenderoj shumë ty për kohën. Për fund doja që në atë përzgjedhje që ti do e bësh, do doja ta transmetojmë për emisionin ton, televizionin Se Një në Kosovë, një këngë tuajën, cilën do që ti e kërkon që ta transmetojmë, edhe në qoftë se nuk e ke problem, na këndosh pak diçka të shkurt sa për përmbyllje kështu. Unë nuk mund të këndoj gjë tjetër këtu tani, përveç se në Portokalle, se jemi në Vlorë, kështu që këtë po e bëj me kënaqësi. Në Portokalle moj, të ndala unë ty, lulet e limonit moj, të vinin në sy, ngrije kokën lartë moj, se më do gjimali, vinte gusha jote moj, aromë portokalli. Le zemra ti keta, kur kalon në përsokak,